Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni, si çdo natë edhe sot. Tirania ka një javë e ca që flasën vetëm për vrasje, flasën për qeverinë. Të dashur shqiptar, unë e thash edhe javën e parë, e mbrëm, e parmbrëm, që kushtetutën e shkeli me këmbë për herë të parë kryetari kushtetutës, Bariam, me emri Bariam i zgjedhur o i emëruar nga Edi Rama. Pra, u mblodha ata të kushtetutës dhe anulluan. Por problemi del, ju e shihni në fytyrë këtu, në çdo vend të botës, dashur shqiptar, presidenti o kryeministri që është kundra kushtetutës të vendit të tij, ai jo që largohet në sekond, pa i dënohet me burg shumë të rënd. Për arsye se vetë që ai ishte agenti i dikujt tjetër, e bën qëllimisht për të ulur autoritetin e kombit shqiptar. Të dashur shqiptar, ju keni 64 vjet, më falni 46 vjet me regjimin bolshevik. Keni 35 vjet me llumin e llumit të kombit shqiptar. Me llumin e Shqipërisë, me ignorantët që s'ka parë ndonjëherë histori e Shqipërisë. Për arsye se shqiptarët kudo që kanë vajtur, që më në thënjeshin, dhe deri sot që flas unë, kam përparuar në gjithë botën kudo që ndodhen. Kanë hapur tregti, janë profesorë, janë inxhinierë, janë doktorë, janë juristë. Shqiptari ka përparuar. Kurse në Shqipëri, në vendin e vet, janë mbledhur gjithë ignorantët, gjithë hajdutët, vrasësit. Çdo vrasje që është bërë në Shqipëri, të dashur shqiptar, është bërë e qëllimshme nga qeveria e 35 vjetë, si nga PD-ja e quajtur dhe nga PS-ja. Pra, kapteri, i them kapteri Bega, me njëherë, rrëzon kushtetutën e Shqipërisë, pa pikë turpi, i thot edhe vetes general, i thot edhe vetes doktor, ja pra dashur shqiptar, qa doktor keni patur, çfarë general të marrë Çoban, të bërë general, doktor, presidenti i kombit Shqipërisë. Ky llum e tregoi veten, unë nuk kam thënë që nuk ka zgjedhje dashur shqiptar, po ka arestime dhe tërheqje zvarr për arsye se e kanë dëmtuar kombin e Shqipërisë. E kanë ulur autoritetin e shqiptarëve. Çfarë nuk kanë bërë me kushtetutën e erdhur nga serbët dhe e bërë në tokën e shqiponjave, në tokën e Skënderbeut. Këtu ka rritur gjendja, dashur shqiptar. Unë shoh një foto tjetër. Kushtetuta anullohet, zgjedhjet e Tiranës anullohet, kurse fytyrën që e shihni e Edi Ramën bashk me kapterin Begën, ne do bëjmë zgjedhje, thot Edi Rama. Të dashur shqiptar, ja pra, i pat cilit keni patur, i pat cilit kanë qenë presidentat e Shqipërisë, i pat cilit janë kryeministrat e Shqipërisë, cilit janë deputet e Shqipërisë. Pra këto fytyra që i shihni në foto të dy, ta e shkatruan në minutën e fundit dhe ul autoritetin e Shqipërisë. Sot një president o një kryeministri i botës, për shembull i Evropës, i Francës, një gabim bëri që e zun policat në New York, arriti sot bëri dorëheqje dhe u largua. Po s'ka mbaruar akoma, ai do dënohet. Kurse në Shqipëri vjedhën, vrasin,
janë vrarë 6.800 veta dashur shqiptar për 35 vjet për çështje pronash. Se si kanë marrë pronën. Sepse gjyqtar, prokuror, janë të qeverisë, janë hajdutët. Nuk mund të them të gjithë, por 90% po. E kanë shkatruar kombëtar. I ka futur në allavrasje shqiptare. Për të vrarë njëri tjetrin, ajo 7.500, nuk është vetëm ajo. Po të gjithë po ta lexosh një nga një, ajo është në ndihmë të qeverisë për 35 vjet dhe në dëm të 97% të shqiptarëve. Pra, dashur shqiptar, këta keni patur, ne na kanë dërguar një foto nga parlamenti, se kë keni në parlament, çfarë po bëjnë në parlament njerëzit. Ju mund ta shihni foton që më ka dërguar, jam i detyruar të dashur shqiptar, tu kthe përgjigje njerëzve që më dërgojnë fotot e më thonë, duhet na thuash çfarë përshtypje ke. Pra unë shoh një foto sot, unë shoh gazetare në mes, dhe të gjithë janë deputet me radhë, të gjithë deputetet që janë aty, do me thënë, çfarë tu thuash këtyre të dashur shqiptar? E shoh shehun, ka 35 vjet deputet. Ka hotele, ka restoranta, ka vjedhur, qa nuk bëri? A e mbani mend dashur shqiptar, ky fytyr këtu, ky ishte e fytyra që ka dalë në foto me Enver Hoxhën dikur, duke prishur kishat e xhamit. Ky fytyr del në parlament dhe flet, sidomos sot, fliste për Amerikën, çfarë bën presidenti i Amerikës. Që ky është anti-amerikan. Ky është anti-amerikan të dashur. A e mbani mend naftën që e shpinin në Jugosllavi Shqiponja? Ai prash. Ai person është. Ai person është i piramidave. Ai person është i 20 janari, i 97-ës. Pra, zbresëm pak më poshtë dhe shohim ta Orland Ballën. I erdhur nga një fshat i Librazhit, nuk është gabim se ti është nga fshati i Librazhit. I erdhur me opinga të palara, me kostum, flet e përçar çdo gjë, pasuri sa të duash, vila, hotele, kudo. Pra, shohim edhe një tjetër që ka hapur gojën këto me syze, një Gazben Bardhi. Gazben Bardhi, vërtet në parlament, ishte deri dje, i kam thënë Berishës, o Berish, njerëzit që ti i ke ngritur, nga me opinga i ke bërë me makina moderne si Bardhin, të shante, të bente, të thoshte emër, e mbi emër, të përmente për djalin tënd. Ti prap e afrove. Prap a ish kundra te dhe ka ullë autoritetin. Vërtet në parlament. Sot vërtiste në parlament, çfarë nuk thoshte të dashur shqiptar? Çfarë nuk thoshte? Pra, edhe një zonjë deputete, edhe ajo ka shumë herë deputete, flet, përçar. Pra, këta njerëz keni patur. Unë shohat Peleshin aty, të dashur shqiptar, Niko Peleshi i Korçës. Çfarë nuk ka bërë në Korçë? Çfarë nuk ka marrë vila? Ka qenë presidenti i bujqësisë, më falni, ministri i bujqësisë, ministri i ushtrisë. Tashi e kanë emëruar kryetar parlamenti që ai nuk do të ekzistojë aty. Se unë kam thënë, nuk ka zgjedhje të dashur shqiptar, apo jo? Nuk ka zgjedhje. Po ka vetëm arrestime. Pra, këto fytyra që shihni ju këtu, përveç gazetares që flet, këta të dashur shqiptar e kanë pak, e kanë pak t'i heqë zvarr
ti shpjesh në Skënderbeu dhe ju ti dënoni. Këta kanë prishur kushtetutat, këta kanë prishur emrin e kombit shqiptar, këta kanë nxjerrë jashtë fëmijët tuaj, këta u kanë lënë pas strehim, pa shtëpi, këta të dashur shqiptar i lënë djemt e ri, nuk martohen dot se nuk kanë shtëpi, leqe shtëpi nuk kanë, po s'kanë as punë. Kurse këta të dashur bashkëdhetar, si që ishe këtu, të gjashtë, bashkë me atë që është bërë ministri i drejtësisë, ishte zvendës ministër, pra këta shëtisën me makina moderne, me para sa të duash, shkojnë pinë kafe në Moskë, në Beograd, në Athinë, ku do zven, me para tuaja, që keni qënduar deri tani në eshti. Pra dashur shqiptar, këto fytyra që shini ju këtu, ta kam përfunduar. Këta janë gati për të hequr si thash bërë para zvarë. Këtë që i kanë bërë kombit, këta plira, këta janë plirat e plirave, lumi i lumit. Unë a kam thënë bërë para dashur bashkëdhetarë, që këta kategori. Ja pra unë shoh përsëri Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, me kollar, që deri dje i mbante flokët për pjetë, në për rrugët e Parizit, sot i zbukuruar, por aman është në fytyrë i zi. E di që do t'i njaj. Arrit dhe thot, unë s'pyes kushtetutën. Ja pra, nuk e pyet, jemi në fushat, thot. Ja, unë po i them prap Edi. Edi Rama e di që do shkoj drejt burgut. Do vuaj edhe në Amerikë. Por në burgun e Amerikës hynë, por nuk dihet a gëdhjesh dot ajo. Nëse a i paska qef të rinë në burg me të zinë, me atë zinë që erdi Pardije, kryetari i bashkisë të Tiranës, erdi këtu, i paguan rrugën, i paguan hotelin, a i ka qenë një kapter. Nga kapteri u bë kryetari i bashkisë të 11 milion banor të New York. Por a ishë në gjyqë, si që thash, dashur shqiptar. Pra, Edi Rama, me parat tuaja, me parat e fëmijëve tuaj që punojnë jashtë adheut për 35 vjetë, që u dërgojnë ju të pini një kafe, ju a merë parat. Pra, akoma është kundra kushtetutës. A here, gjithë vjedhet që ka bërë, krimet që ka bërë, Tilem Minjan, vetëm për këte që del kundra kushtetutës, gjykata duhet të arrestoj urgjent. Në qoftë se janë gjykata e kushtetutës. Por dhe ata kanë shumë gabime dashur shqiptarë. Se në gjykata e kushtetutës, nga ata 5-6 persona kanë qenë janë të Soros, George Soros. Ne i dim fare mirë. Por Edi Rama është në përfundim, është në rrugë të një burgu shumë të hidhur. Por dhe ata gjyqtar, ata avukat, ata prokuror, që kanë qenë dhe janë të Soros, ne po e themi hapur, George Soros, dashur shqiptar, nuk ka fuqi në Amerikë. Kurse në Shqipëria ditë që bëhet qeveria, ai po tjetë në Shqipëri, do arrestohet, i biri e kam fjallën, dhe do dënohet po në tokën e Shqipërisë. Jo Soro që s'ka vend këtu, po nuk kam thënë e Soro i Sorolopit nuk pranojnë në tokën e Shqipërisë. Jemi ne gjallë të dashur shqiptar. Këta për 35 vjetë çfarë nuk bërë, deshe shisin, e shitën detin. Po jemi ne gjallë. A e thamë para ca kohë do t'jipnin Sazanin, dhëndrit të presidentit të Amerikës. Do mirë të ai Sazan, por ne jemi gjallë të dashur shqiptar. Jati ti ka qenë për vjedhi në burg, në Amerikë. A i s'ka para. Edhe se kur të ketë
nuk shitet toka e Shqipërisë. Ne s'kemi dërmend të shesëm kur, asnjëherë, asnjë pëllëm tokë. Po, do vinë tregtar për 10 vjet të bëjnë një hotel e të ikën nga Kanero ose të bëjnë një tjetër. Është toka e shqiptarëve. Toka e shqiptarëve nuk shitet më. Nuk trajtohet më. Është toka e shqiptarëve. Është toka e Shqiponjës. Është toka e Skënderbeut, e Aleksandrit të Madh, e Teutës. Mos i ze radhë e më radhë. Pra të dashur shqiptar, unë shoh një foto këtu, o Zot na ruaj, shoh gazetaret, që hidhen e përdridhen, që ne i dim të gjitha që ato s'din asgjë. Asgjë për gjë nuk e din. Ne i dim dhën komplet që be Spaku, dhe Spaku nuk i di edhe familje ti. Unë o kam thënë, dashur shqiptar, dalën tashi, këta persone që ishin lartë, sidomos shoh përsëri ish deputeti Lushnjës, ka bërë një parti, një shkor me PD-n, njerë vjen, del për natë në televizor, shoh dhe gjyktarin e vrarë, edhe i vrarë është e nuk e le rahat familjen e tyre. Duhet ta lërë në rahat familjen e tyre. U vra, si u vra, gjyki do të gjejë realitetin. Pse e vravi, si u vra, si kje puna. Po kjo kështu është puna në Shqipëri, dashur shqiptar. Unë nuk kam thënë, gjyqtarët duhet të kenë 2 polica serios. Çdo ditë kur ata gjykojnë. Pavarësisht se si japi gjyqin, e japin gabim, por nëse një gjyqtar e gabim, ai duhet arrestuar. Për çdo gjë që bën, nëse del nga ligji. Por aman, policia jo do të jetë brenda me çdo gjyqtar, 2 polica. Në Amerikë janë 2-3 dashur shqiptar. Po duhet të jetë edhe në porta kryesore kush hyr e kush del, të kontrollohet. Të heqë edhe rrypin në Amerikë, heqë edhe rrypin dashur shqiptar. Heqën kapotin, xhaketën, me këmish të hollë, hyn. Sepse gjyqtar është ligji. Pavarësisht se në Shqipëri gjyqtarët marrin para. Pavarësisht se në Shqipëri prokurorët dhe gjyqtarët kanë vila, hotele. Që si mund ta bësh ti një hotel e një vilë? Por çdo gjë është regjistruar. Përsëri këta flasin e bëjnë si u vra gjyqtari, pse u vra gjyqtari, pse zgjedhjet deri dje thoshin po do bëjnë zgjedhjet për qytetin e Tiranës. Unë e thash edhe dje, dhe më vjen keq për atë artistin, a ishte dhe piktor, unë jam dhe vetë piktor, a ishte piktor, dhe ishte djali mirë, i thash edhe dje që a i mund të ishte nesër pas nesër në qeveri. Po i thash, mos u ngatro me partit, që ata po tallen, nuk ka zgjedhje më djaliri. Ka vetëm arestime. Vetëm arestime, dhe shpëtimi i Shqipërisë është këto ditë duhet të arrestohet. Dikush më kuptovi dje se unë kam thënë do bën arrestime nga nëntori dhe dhjetori. Jo, zotni. Unë kam thënë që arrestime duhet përfundojnë. Me nga Spaku duhet jetë përfundimi. Duhet të ishte para një muaj. Unë kam thënë që ne shumë shpejt shkojmë në zyrat e reja, qeverinë teknike kemi bërë. Shkojmë në zyrat e reja të dashur shqiptar, sepse do hapën fushatën për zgjedhje të reja, nga kryetari i komunës, kryetari i bashkisë, ministrat, çdo gjë do bën zgjedhje, deputet 80, senator 41. Do bën zgjedhje të reja të dashur shqiptar. Do kaloj me president dhe me kushtetutën që e kanë në dorë. Kjo është kushtetuta amerikane. E kemi përkthyer në kushtetut me një gjuhën shqipe. Pra, dashur shqiptar, këtu shumë njerëz vinë, shumë mashtrojnë, tamam si ai majori i New Yorkut, kryetari i bashkisë të New Yorkut. Erdhi këtu ai majmuni, si majmun, me paratë e shqiptarëve,
Erdhi këtu, erdhi dhe Edi Rama, a ishë në gjyq, pra, asë më intereson fare. Unë jam vetë Amerikë dashur shqiptar. Ka një rregull, ka një disiplinë. I bardhi quhet i bardh, i ziu quhet i zi, spanjolli quhet spanjoll. Nuk është ofendim. Është raca. Të ziut po t'i thuash i bardh, me atë vritesh. Do t'i thuash i zi. Pra, erdhi i ziu këtu, me parat tuaja, ashtu si që erdhi një indian më përpara me mjekër që mori $20 milion nga partia të quajtur demokratike. Po edhe $6 milion që i dërgovi prop në Amerikë. Pra dashur shqiptar, çdo gjë ka përfunduar me fytyra e këtyre. Përsëri shoh një foto dashur shqiptar, siç u thash edhe mbrëm, edhe sot, gazetat Gjermani ka shkruar. A e shihni dashur shqiptar hartën e Shqipërisë? E një hartë ka vënë një kryq. Ky fytyrë ka arritur të thotë që Kosova nuk është shqiptare. Kosova të ri. Po mirë more Edi Rama. Kosovarët janë gjysh të gjyshi shqiptar. Po pyete veten tënde, nga i ke dajollar, ti ke preardhën jo shqiptar. Ata janë shqiptar. Ne do të bëjmë Shqipërinë me kufinë e tyre, ka përfunduar. Ajo kupton çfarë po bëhet në Kosovë, do bëhen zgjedhje teknike. Po ashtu në Malzi, po ashtu në Maqedoni. Pra turp të dëvi që i ke vënë një kryq Shqipërisë, do me thënë e ke humbur fare. Edi Rama, duke pandeva që do kaloj një jovinë kuqe, po ke kaluar ylberin. Kur ishëm të vegjël, na thoshin, po kalove ylberin, po ti djalë vesh femër. A more Edi Rama, shqiptarët njohin dy. Njohin femër dhe mashkullin. E do tjetë me shekujt e ashme e njëjtë. I vetmi tokë e Shqipërisë nuk do të ketë atë që mendon Edi Rama, o që mendojnë të tjera, o ai bardhi. Shqipëria është, martohet vajza me djalin. Lindi fëmijë, të gëzohen njerëzit dipla. Shqipëria është që do shtohet të dashur shqiptar. Pra, Edi Rama e ka gati për të arrestuar. Po si që kam thënë edhe më përpara. Ata duan të bëjnë rëmuj dashur shqiptar. Ata duan të djegin Shqipërinë. Ju më dëgjoni me vëmendje. Janë disa njerëz të dashur shqiptar u kanë thënë Shqipëria e di pse është bërë keq, është bërë nga avukatët. Është bërë nga gjyqtarët, nga deputetët. A i shihni në për televizor që dalën për ditë, nga kaptera, një zaçe islami, nga kapter i Ministrisë të Brendshme, del çdo ditë në televizor dhe shan Amerikën. Të gjithë ta të quajtur deputet, janë bërë vetë deputet, më fali, janë bërë vetë jurist, që e quajnë veten avokat. Shahin Amerikën çdo ditë. Këto fytyra, burgun e kam pak, që po shkatrojnë Shqipërinë, janë hapur shumë televizore që flasën në YouTube, vetëm për të përqarë Shqipërinë, për të përqarë shqiptarët, për të ofenduar shqiptarët, por shqiptarët janë të mençur. Sepse këta paguajnë dashur shqiptarët. Dalën televizor, paguajnë. Dalën mbi shakane për televizor, ku jenë parat? Paguajnë, nga sërbët. Ne kemi të gjithë të listë, dhe ne po i shëgojmë, shumë shpejt. Po që nevoja, do t'i nxjerrim një nga një ata që tallen me shqiptarët në për televizorët, do t'i nxjerrim dosjet e tyre hapur, që ditën që kanë lindur dhe deri më sot. Ku kanë paguar,
është bërë televizori i Meksit kundra Amerikës, ata të parit e bën ylli e beri të parë, që i tha Jurikimit Kimete. A i shini për natë del në televizor. Meksi po bën shumë gabim, se po bën një propagandë anti-amerikane. Me një ylli, rakipin, me një bushati që del për ditë në televizor. A i duhet mbyllet urgjent, për arsye se bën propagandë anti-amerikane. S'paguan as drita, s'paguan as qira, nuk paguan as gjë, sepse janë të bashkuar kundra Amerikës. Unë ua kam thënë dhe po them hapur. Amerika është këtu, të dashur shqiptarë. Spaku është i Amerikës. Lesh thonë për Dumanin, do iki, jo. Ai do përfundoj arrestimet të ditë. Sot kanë vajtur shumë, nuk po i ze emrat të goj, kanë vajtur ministra në SPAK. Këta gazetar, gjoja e din, s'din as gjifare. Dalën e thonë, po, më ka thënë ai SPAK-ut, unë i di. Unë e di e që gjukata e kushtetuta do të hedhi poshtë. Ata s'din as gjë, e thanë sot. Dhe i di e po thoshin, do dali ky për votime, do fitoj ky, jemi të sigurt, thosh. Ta të dashur shqiptar, dëmi që ka sill këtij kombit, po e them hapur fare, ata të quajtur analistë dhe gazetar që janë në moshën mbi 50 e sa vjet. Ata kanë qenë togera në kohën e regjimit bolshevik. Ata kanë qenë të ministrisë të brendshme. Ata qas kanë bërë, ata janë ata që vishin pardesyt e bardhë. Ne kemi me emra, dosjet e tyre. Ata në për televizore bërin planin, kush dohet, cila qeveri dohet. Beshin skurzishin telefon në televizor, një thoshte jam i PD-s, një i PS-s, dhe kur dilin jashtë, pinin verë të kuqe. Minin dollar. Nuk i nëmronin, po i minin me pako të rrethuara. Ata e kanë dëmtuar. Ata avukat e kanë dëmtuar që vjen në përgjyqjet që janë vrarë 6.800 për çështje pronash. Se vjen avukatët si puna e zaqe islamit, vete i merë $2.000 tjetrës nga Durrësi dhe nuk e prap. I marrën parat, tallen në gjyq, dalen jashtë dhe anullojnë gjyqet për të marrë me para. Këta lloj avukat që janë të emruar, dje ishin kaptera në përministri, a i shegoni gazetarët e vjetër, analista që kanë hapur televizor, të gjithë kanë qenë kaptera, oficera të ministrisë të brendshme. Sot dalën si shkrimtar, shkruajnë, çdo gjë e dinë që populli e beson. Pra këta janë bërë molto milioner, pasunik të mëdhenj, milioner. Por aman, kur ta shohin veten në burg, nuk do kena asgjë. Të gjithë ta që tallen në për televizor me shqiptarë. Të gjithë ta që ulën në autoritetin e Amerikës. Amerika u kanë thënë dashur shqiptar, Amerika po të doj, bërdes të katroj s'ka drita në botë. Amerika është e fuqishme, Amerika është tona, është e juaja shqiptar. 97% të shqiptarëve janë me Amerikën. Lesh thonë këta, e duan Amerikën, e duan sepse ai vend është vendi më i bukur në botë. Ja pra Evropa cila është a Francë. Ja pra i presidenti Francës vajti New York e thanë dil nga makina. Prishe rregulla. Ku vete ka shpesi? Ja pra, si është ligji i Amerikës. Nuk pyet se kush je ti president, jo guvernor, je deputet, je senator, thyve ligjin, shkon drejt burgut. Ky është rregulli. Kështu do bëhet në Shqipëri dashur shqiptar. Lum ai që dohet në Shqipëri. Lum ju që do mini pallate gratis. Unë i lajmëroj gjithë të rinj, bëuni gati të rinj. Do mini hyrje gratis. Punë do ketë për ju.
Ju do t'i zëvësoni këta rrugaq që ndodhen këtu. Të dashur shqiptar, na kanë dërguar, po se na i dërguan tani, po shoh një foto me ilaçe. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, jo sot, ka vite, që i sjellën po këta, si Manja me shok e të tjerë që i qoni milioner, sjellën ilaçe për 7-8 vjet, 10 vjet, i sjellën që i hedhen poshtë në përplirat, kompanitë e mëdha, se s'ka don data, i vet datë të re, i sjellën këtu, i e u hapën shqiptarëve. A e keni kuptuar që di gjithë moshat e thyera janë sëmur, japra nga këto ilaç. Këto janë me helm, dashur shqiptar. Këto janë skaduara. Ashtu si që a bëjnë frutat, perimet, drithin, u a kanë dhenë me ilaç. Që edhe një kafsh e egër nuk e ha bukën me atë dritë. Dhe një kafsh e egër nuk e ha atë frut, jo njeriu, që s'ka shije. Janë krejt ilaçe. U kam thënë, u a tregova më përpara se si i bëni sprej me ilaçet të mërshme. Rrini me maskë. Do me thënë, kur bë sprej, kur ke maskën, kur ke veshjen e otomit, çfarë pret më? Pra dashur shqiptar, unë i shoh, në për spitalet këto i kini, në për farmaci këto i kini, unë nuk kam thënë, dashur shqiptar, nuk është me vite, nuk është me muaj, po është me ditë, daloni, mos mirni ilaçe, hypni makinë, dërgoni njeri, shkojnë mirni në Kosovën tonë, shkojnë mirni në Maqedoni, në shqiptarë, janë ilaçe të rregull. A i shëgorit dashur shqiptar që a bën plan në parlament, në deputet të parlament, të ngren për sëri naftën, që të mblidhin para. Si u kam thënë dashur, po qëndroni njëherë, mos mini, as naftë, qëndroni në shtëpi. Keni 26 vjetë pa makinë keni qenë në kone regjimi. Rrini pa makinë, mos mini as naftë asgjë, mos mini shqimet e këtyre, bëni si bëni, mini dritë, bëni bukën vetë. Mos hani fruta, nuk u bëj qameti, i lini aty ku i kanë. Dhe unë nuk kam thënë tregtarëve, bani shënim, qeveria e re kur të bëhet, do t'u japi parat. Mos i nxirrni më treg se po helmoni njerëzit dashur shqiptar. Po helmoni rinin. Dashur polic, edhe përsëri i them drejtorit të policisë, mos merr mend Edi Ramës. Leri policat rahat. Kap drogat se po shkatrojnë fëmijë, e nëse kiti fëmijë dhe fëmija jote është gati për shkatruar. Nëse ti helmon një fëmijë, ke helmuar kulturën e Shqipërisë, të ardhmen e Shqipërisë. Ndaloj sa më shpejt, sa nuk është vonë për ju të quajtur shefa. Se policia nuk ka faj. Policia t'i dërguat në Theth, policia t'i dërguat në Shkodër, në Durrës, Pogradec, Korç, Gjirokastër, me çdo vend, me çdo plazh, me çdo alp. I dërgoni policinë, kurse në gjyqtarëve i lini pa policë. A here, çdo tot kjo është e qëllimshme. Që të vritet shqiptari me shqiptari, që të humbasin gjyrma. Pra, të dashur shqiptar, ju ishini vetë, ilaçet, të ishimet, ndaloni sa më parë, erdhi koha e juaj për të shpëtuar, mua më dërgojnë shumë nga Amerika, janë shumë të dashur shqiptar. E pa parë një histori klikimet që bëjnë, presën të dashur shqiptar 700-800 veta. Do me të intervistën që e bëj unë gati 20 minuta, janë gjithmonë gati dhe 2 mishe. Kurse në televizorët e këtyre të dashur shqiptar, pre 2 orë nuk kanë as 200 veta. E duan Shqipërinë të lirë, nuk është puna se duan Pilinçi. Pilinçi është një person. Sepse Pilinçi do të bëj dhe e bëri Shqipërinë. Unë kam thënë, unë kam qelsat. Ne i dim të gjitha dashur shqiptar.
Ne kemi dosjet e këtyre çfarë kanë bërë për 35 vjet. Ku i kanë shpën parat, dhe kush i kanë shpën, në sa njerëz i kanë transferuar, në që bank kanë vajtur floriri e paraja me avione private nga rinasi, në për qytetet e tjera, në për shtetet e tjera, Zvicër, Francë, Gjermani, Greqi, ne i dim ku janë dashur shqiptar. Do të jenë tuajat nesër. Pra rini të qetë dashur shqiptar. Vizitoni me fëmijët tuaj të vinë sa më parë. Leje thonë është firmosur, lufta do të jetë shumë e rrezikshme dashur shqiptar. Ai ka plan. Nuk e ndalon dot as presidenti i Amerikës, as ai presidenti i Francës, as i Anglisë. Çdo gjë është përgatitur. Se e kanë tepruar dashur shqiptar. Se po e përdoren popullin me çdo vend si slev dhe vetë bredhe. A i shikoni dashur bashkëdhetar që quhet Bashkimi i Evropës në Bruksel, a i shihni çfarë deputeta ka. I njëjti ai deputet, ai Rrugaçi i Shqipërisë që përfaqëson gjoja Greqinë. Ja pra çfarë deputeta ka. Ja çfarë ignorant ka. Kjo është lufta që po e ngjitur në këmbë, sepse popullin po e përdoren slev, sidomos në Shqipëri. E pa parë në histori kjo që ndodhi. Pra të dashur shqiptar, ajo që u thashin Disney, nuk ka zgjedhje në Tiranë, po ka program arrestime, por ka qeveri teknike, qeveria është me ne, me intelektualët, do zgjedhen si që thash 80 deputet, 41 senator, gjithë pasurit që janë, do t'i marrë shqiptarës gradis, sepse janë të shqiptarëve, të gjithë ata që s'kanë marrë pasurit, se si ka marrë, absoluti asë njeri, pasurit që quajmë pronar, si kanë marrë, do t'i mini, jo vetëm ato të dashur shqiptarë, po do mini edhe demin që u kanë bërë për 35 vjetë, e për demin që u ka bërë komunizmi 26 vjetë. Ju mund të thoni, po e përfundoj, ju mund të thoni, po mirë më Pilinçi, ku do t'i gjenë parat? Po ja pra parat e këtyre dashur shqiptarë, që këtu e kanë hapur një propagandë në për televizorit e tyre, që shumë shpejt do mbyllen, u kanë hapur propagandë në për televizorit e tyre, po edhe unë bëj 10 vjetë burg, unë e madhe marr 10 milion ja lekë fëmijëve. Po jo dashur shqiptarë, të gjithë këta janë konfiskuar. A i shini në për Tiranë, në për qytete, vingjet kanë ngelur. A i shini në rrugën që shkon për në Durrës në Tiranë, a i shini apartamentet janë bosh të dashur shqiptarë. Pallatet janë bosh, sepse i do t'jenë tuaja. A i shini vilat në përmbaljet dashur shqiptarë, i kanë rrugatshëria, i kanë ata që janë për televizori që tallen me ju. Janë ata të dashur shqiptarë, do t'i kini ju, fëmijët tuaj, niprat tuaj. Unë nuk kam thënë, erdhi koha për të bërë një dasmë të madhe në gjithë Shqipërinë me kufi natyrore. Për të bërë dasme për të hedhur valle me 2 flamur të dashur shqiptarë. Erdhi koha e shqiptarëve. Nuk ka kohë tjetër. Erdhi koha e shqiptarëve bashkimin dhe erdhi koha e coptimit të atyre që ne na kanë coptuar. Ashtu, hidhet kryeministri i Kosovës thot, do ndim që do jënë Serbët. Mos e hap propagandën kur ti. Serbët nuk afrohen dot. Serbët do të lenë dhe deri në Beograd. Është toka e shqiptarëve. Maqedonia ka filluar zhurmë. Ata shqip folsit. Jo. Maqedonia është e Aleksandrit, është e shqiptarëve. Malizi janë princat e shqiptarëve që ka luftuar me shekuj e shekujt. Pra Shqipëria do shpëtoj, ky flamur të dashur shqiptar, mbajini mend çau them, do valvoj dhe në shekujt e ardhshëm. Shqipëria do bëhet me bukura në botë. Jemi shqiptar, jemi një rac, në Shqipëri do martohet djali me vajzën, femra me mashkullin dhe asgjë tjetër. Pra do jenë shqiptar e jo të huaj. Ky flamur do valvoj në kombin e Shqipërisë dhe në shekut e ardhshëm. Rini të qetë shqiptar. Rini të qetë, do keni të gjitha
ato që janë mbi tokën e Skënderbeut, mbi tokën e Shqipërisë. Natën e mirë të dashur shqiptar, mirupafshim nesër, dhe kjo kushtetut, çdo një nga ju, kjo kushtetut do bë. Unë e di që jeni dakord. Unë e di që jemi dakord me qeverinë që ne kemi krijuar. Nëse nuk jeni dakord, na shkruani. Na shkruani. Të dashur shqiptar, natën e mirë e mirupafshim nesër brënda.